do ta nis me urimin tonën si krishterë, gëzuar Pashkën, Krishti u ngjall. Pra, nga vetë mesazhi që japim, kuptojmë sa e rëndësishme është kjo ditë për komunitetin të krishterë kudo në Shqipëri dhe kudo në botë. Sot në fakt njerëzit janë afruar pranë kishave për të adhuruar Perëndin edhe për të kuptuar që Krishti nuk është më në varr, është i gjallë. Dhe kjo është shpresa e njerëzimit. Sepse ne shkojmë në një Zot që është i gjallë, një Zot që është ringjallur, një Zot që na thret të shkojmë të përjetojmë gëzimin që na ka dhënë, dashurinë që na ka dhënë, dhe jo vetëm ta përjetojmë për vete, po t'ia japim edhe njerëzve të tjerë. Edhe unë dua të uroj sot kudo njerëzit, gëzuar Pashkën, kushdo qoftë, besoni në Krishtin, në Zotin ton, sepse është e mrekullueshme të ecësh dhe të besosh në ringjalljen e Zotit. Krishti nuk në një në varë, Perëndia nuk e la birin e vetë në varë, po e ringjalli që ti edhe unë sot kemi shpresë, të kemi mundësi të gëzojmë jetën që Perëndia na ka dhënë, të kemi mundësi që ta ndryshojmë të botë, ta transformojmë nëpërmjet fuqisë edhe forcës së ringjalljes. Krishti e mundi vdekjen ditën e premtë, edhe kurora e vdekjes u kthye në një kurorë fitimtare për njerëzit. Edhe një herë, le ta përjetojmë së bashku këtë festë edhe këtë gëzim. Zoti ju bekoft. Krishti u ngjall, Krishti u ngjall, Krishti u ngjall.